Alba përjeton një moment emocionues dhe të veçantë kur Limi i bën një surprizë që e lë të habitur dhe të gëzuar njëkohësisht. Ajo fillimisht qëndron e ngrirë për disa sekonda, duke mos mundur të besojë se çfarë po ndodh, ndërsa emocionet e saj fillojnë të shpërthejnë. Syt i shndritin nga lumturia, buzëqeshja i përhapet në fytyrë dhe ajo ndjen një val të madhe gëzimi dhe emocionimi që e pushton përplotësisht. Alba fillon të flasë me një ton të butë dhe të emocionuar, duke thënë se e do Limit dhe se ndjen një lidhje të veçantë me të. Ajo shpreh ndjenjat e saj me sinqeritet të plotë, duke theksuar se surpriza që ka marrë nuk është thjesht një moment i zakonshëm, por një dëshmi që Limi vlerëson dhe e do atë. Ndërsa flet, ajo e përsërit disa herë se ndihet e lumtur dhe e respektuar, duke treguar se emocionet e saj janë të thella dhe të sinqerta. Gjatë disa minutave të parë, Alba nuk mund të ndalojë të qeshë dhe të shprehë gëzimin e saj. Ajo kthen kokën dhe shikon Limit me sy të mbushur me mirënjohje dhe lumturi, duke e bërë të qartë për të gjithë se surpriza e tij ka pasur një efekt të fuqishëm mbi të. Fjalët e saj janë të ngarkuara me emocion, ndërsa ajo thekson se ndihet e veçantë dhe e kuptuar, duke e bërë këtë moment të paharrueshëm për të. Ndërkohë, Limi qëndron pranë saj dhe i jep mbështetje, duke vënë theksin mbi lidhjen që kanë dhe mbi mënyrën se si ndihen për njëri tjetrin. Ai dëshmon me veprime dhe fjalë se surpriza ka ardhur nga zemra dhe se e vlerëson Alben për gjithçka që ajo është dhe bën brenda shtëpisë. Kjo komunikim i dyanshëm rrit emocionet dhe bën që atmosfera të bëhet edhe më intime dhe e ndjerë. Alba fillon të reflektojë mbi të kaluarën dhe mbi momentet që ka ndarë me Limin. Ajo shpreh falënderime dhe mirënjohje, duke thënë se surpriza e tij ka bërë që ajo të ndihet më e lidhur me të dhe më e kuptuar. Emocionet e saj shpërthejnë në një përzierje lumturie, falënderimi dhe dashurie, duke krijuar një situatë që duket se zgjat pafundësisht për disa minuta rresht. Gjatë gjithë kohës, Alba përsërit se është mirë dhe se ndjen respekt dhe dashuri për Limin. Ajo ndjen se çdo gjest i tij tregon se ai e vlerëson dhe e kupton atë, dhe kjo e bën të ndihet e lumtur dhe e sigurt në ndjenjat e saj. Momentet e qeshjes, përqafimeve dhe fjalëve të thëna me ngrohtësi krijojnë një rrjedhë emocionale që e bën episodin të duket i gjatë dhe i ndjerë. Ndërkohë, banorët e tjerë ndjekin me vëmendje këtë ndërveprim, disa duke buzëqeshur, disa duke ndjerë emocione nga afër, ndërsa të tjerët qëndrojnë të hutuar nga intensiteti i momentit. Çdo detaj, çdo shikim dhe çdo fjalë e Albas dhe Limit rrit dramatizmin dhe bën që momenti të zgjas, duke e bërë të përshtatshëm për një video mbi 5 minuta. Në fund, Alba është plotësisht e lumtur dhe e emocionuar. Ajo përsërit disa herë se e do Limit dhe se ndihet mirë dhe e kuptuar. Ky moment bëhet një nga episodet më të ndjerë dhe më të paharrueshme brenda shtëpisë, duke treguar qartë se emocionet dhe lidhjet